Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar ngjarjet më të fundit të Ferma VIP. Le ta bëjmë një përmbledhje ngjarjesh. Çfarë po ndodh? Natën e mbrëmshme në një vendim të agaj, do me thënë i duheshin 24 orë agajt që të vendosën të merë një vendim të anulloj televotimi, një televotim i hapur ku shumica e banorëve shkuan në televotim. Pas situatës së krijuar jashtë, pas komenteve të shumta, pas videove të shumta të editimeve që u bën kundërdrejt Olës edhe Arbanës, ndoshta ishte edhe një pritje agajit që Ola do të reflektonte, sepse si personazh i duhet brenda në fermë, unë mendoj që jo të gjithë negativët, personazhet duhet të dalin nga ferma, sepse atëherë lojës i humbet kuptimi, të fitosh 200.000 euro nuk është e lehtë, por unë mendoj që pas gjithë situatave që ndodhen jashtë fermës, Agai vendosi që ta prish televotimin dhe ta çojë Olën në një televotim të vetëm, të qëndroj apo jo brenda në fermë. Tani, këtu jemi tek dhurata e mbretit. Do thoni ju pse? Askush nuk e di se çfarë vendimi do të merret. Ne e dim shumë bukur që 90% të publikut janë që Ola të largohet nga ferma, por edhe mund të ndodhen çudia që ne jemi mësuar të shohim nëpër formate të tilla që është shkelur me këmbë në një farë mënyre votuesi. Nuk është preferuar vota. Është hapur një televotim vetëm për të marrë lekët e shqiptarëve dhe më në fund nuk është bërë asnjë gjë. Tani, duke e parë profesionalizmin që ka ky produksion, unë nuk e besoj që do të bëhet një gjë e tillë. Do me thënë, po të ishte puna që ta mbanin Olën brenda edhe të fitoni vetëm lekët e shqiptarëve, sepse po komentohet kjo si gjë, produksioni nuk do të kishte hapur fare një televotim, nuk do të kishte hapur fare. Por mund të ndodhë edhe e kundërta. Shqiptarët mund të ndodhë që mos të votojnë të gjithë për ta nxjerrë Olën, mund të jetë kjo gjëja e gjitha një luftë e madhe që po bëhet në rrjetet sociale, por tek votat jo, dhe normalisht fansat e Olës do të jenë ato të cilët do të votojnë për të qëndruar Ola brenda, edhe mund të ndodhë çudia, mund të qëndroj brenda. Sepse ka ndodhur në shumë raste të tilla që do të thënë ka qenë ky impakti shumë i madh në komente, në shkrime, në editime për ngjarje që mund të kenë ndodhur në një reality show, por në anën tjetër, në aspektin e votave, kur është dashur të votohet, ka qenë e kundërta. Do të thënë kanë votuar vetëm miqtë dhe të afërt dhe rrethi i personazhit në fjalë dhe kanë luftuar që ajo të qëndrojë brenda në shtëpi. Tani un pash mbrëm një reflektim nga ana e Olës, jo në sy të banorëve, do të thënë që në fakt u çudita, reflektimi nuk ndodhi as në sy të Gresës që ajo e konsideron si miken e saj më të mirë, do të thënë kjo gjë nuk ndodhi. Unë prisja që të dy vajzat të kenë një farë lloj kontakti, apo qofte edhe Ola t'ja shprehën pendesën e saj. Ola përzjodhi krejtësisht tjetër gjë, do të thënë përzjodhi që në sy të banorëve ta mbajë atë egon e theksuar dhe koklartësinë, këtë egon që ne e kemi, do të thënë e kemi analizuar gjithmonë tek Ola si personazh, ndërsa në anën tjetër Ola e vetme në krevat përzjodhi që të bëjë një monolog me kamerën, ku i kërkoi falje produksionit, i kërkoi falje Arbanës, i kërkoi falje shqiptarëve për një përmbledhje emocionale që Ola ka patur shpirtërisht dhe e ka detyruar që të del në këtë njeriu që është. Tani Arbana, se shumë ka patur komente që Arbana këtë gjën pse e heshti. Mua nuk do të më dukeshte e drejtë dhe nuk do të më dukeshte profesionale në qoftë se një moderatore në një format si që është ferma, do me thënë këtu luhet për 200.000 euro, këtu preket në emocione, do të bënte namin, do të përjashtonte atë natë fermerët me sjelljen e tyre. Unë mendoj që ferma është një, apo Big Brother është një reality show që ty të jep mundësi të tregosh veten. Të ngjajshëm e kishim rastin në Big Brother për shembull me Rogertin. Rogerti çfarë nuk i thonte Ledionit, çfarë nuk i thonte Monikës, doli nga shtëpia, hyri në studio, shkoi përsëri në shtëpi. Do të thënë, janë ca gjëra që moderatori duhet të jetë shumë i kujdesshëm.
Për mendimin tim, Arbana u tregua shumë e zgjuar në mënyrën se si e menaxhoi komplet situatën dhe si e heshti këtë gjën. Por vendimi i Agait të Madh erdhi nga një koklartësi e vazhdueshme e Olës, sepse Ola këtë gjën e vazhdoi edhe gjatë ditës së djeshme, domethënë gjatë gjithë ditës Ola ka qenë e papenduar, ka qenë me një inat shumë të madh, ka qenë me një mlef shumë të madh kundër drejt produksionit, kundër drejt Arbanës, domethënë pse ato e kanë miratuar në thonjza fjalën kuçk, edhe pse në fakt ishte shumë e cenzuruar nëpër video, të paktën nga ana e produksionit. Unë mendoj që produksioni veproi në formën si duhet të vepron. Ola duke tepër e penduar dhe është duke përdorur një lloj mekanizmi, në këtë rast domethënë që duke bërë viktimizimin të shpëton tek publiku. Nuk mund të themi që Ola mund të largohet të premten me SSB-n, domethënë gjithçka është tek votat, varet se si do votojnë shqiptarët për qëndrimin e saj, domethënë nuk votohet fotografi, votohet në aplikacionin që është i hapur, por unë shoh një koklartësi dhe një egoizëm që ka kjo vajzë për të çuar inatin e saj deri në fund, domethënë ka inatin e saj për ta çuar deri në fund. Çuditërisht Arbana deri më tani nuk ka reaguar në asnjë lloj postimi, nuk ka bërë asnjë lloj shkrimi, nuk ka nxjerr asnjë lloj story. E shikoj që nuk e ka përjetuar mirë këtë gjën, por për efekt televiziv asaj është dashur që të bëjë ato lëvizjet, sepse fundja fundit edhe pse Arbana kishte make-up, por mimika e fytyrës së saj duket jashtëzakonisht shumë. Unë mendoj që në këtë televotimin të hapur, për sjellje të këtill nuk duhet të shkon vetëm Ola, por duhet të jetë edhe Gresa, sepse në të njëjtën kohë Gresa bëri këto poshtërimet. Por unë mendoj që ky televotimi, përpos fjalës që u tha Arbanës, erdhi më shumë edhe për thyerjen e rregullave kundërdrejt sponsorëve, të cilët e kemi thënë të gjithë që janë një rol shumë i rëndësishëm brenda në ferm. Fal atyre, domethënë realizohet ky format dhe unë mendoj që mos respekti i fermerëve kundërdrejt produksionit dhe sponsorëve që domethënë hedhën ajo tjetra lëngun si të dojë ajo, e sjellën situatën që të jetë deri në këtë nivel. Ky është mendimi im në raport me ngjarjet që ndodhen në ferma VIP. Dua të marr mendimin tuaj, domethënë unë jam në mëdyshje në fakt me daljen e Olës për shkakun e votimit, por mendoj që produksioni do të tregohet i drejtë me shqiptarët, pa marrë parasysh si do të jetë votimi, ai do ta nxjerrë Olën, sepse më tash produksioni e ka kuptuar që Ola është e padëshiruar brenda në fermë, domethënë ka krijuar këtë lloj armiqësinë edhe jashta fermës. Kjo është analiza ime sa i përket kësaj ngjarje që në fakt është hapur edhe një televotim ku në këtë televotim domethënë janë Ola e vetme për të pyetur se çfarë do të ndodh me të. Dua të marr mendimin tuaj.